Beslidhja e Lezhës ka marrë një tjetër fitore të rëndësishme në kampionatin e kategorisë së dytë të grupit A. Lezhane triumfuan në transferte në vështirë të Kuplikut, ndaj skuadrës vendase të Veleçikut me rezultatin e pastër 0-3. Kështu ata konfirmojnë ecurinë pozitive brenda dhe jashtë fushë, duke kryesuar renditjen me 16 pikë pas 5 fitoreve, një barazim dhe asnjë humbje. Bilanci i golave flet qartë për dominimin e lezhjanëve me 11 gola të shënuar dhe vetëm 2 të psuar. Ndeshja në Kuplik, e vlefshme për javën e 6, u zhvillua në kushte të vështira atmosferike, por pavarësisht nga kjo, futbollistët e trajnerit Elvis Plori, fal kualiteteve dhe eksperiencës që kanë, u treguan të saktë në finalizim, duke shënuar 3 herë në portën e Veleçikut me anë të Jasmin Raboshtës në pjesën e parë dhe 2 herë me Arsit Krujen në pjesën e dytë. Kjo fitore në Kuplik e forcon pozicionin e Beslidhjes si pretendente kryesore për ngjitjen në kategorinë e parë, duke rikthyer besimin dhe entuziazmin e tifozërisë së zjarrt lezhjane.